të jesh e fortë, nuk do të thotë të mos kesh frikë. Do të thotë të ecësh përpara edhe duke e parë frikën në sy. Edhe gra dhe zonja si ju që keni parë frikën me sy, por gjithashtu keni zgjedhur që të ecni përpara dhe të zgjidhni jetën edhe shpresën edhe shërimin është e mrekullueshme. Edhe këto janë mesazhet, Sonila, që ne duam t'japim edhe sot. Në fakt, unë doja të ndaja edhe këtë mesazh me nënat edhe me gratë, sepse shpeshherë kur ndodhem përpara një situate të tillë siç është edhe kanceri i gjirit, shpeshherë ka shumë zonja dhe gra që e udhtojnë nëpërmjet këtij udhëtimi vetëm. Edhe duan të jenë këto zonjat e forta, dhe janë të forta, por shpeshherë është shumë e rëndësishme që në këtë udhëtim të mos jemi vetëm. Edhe të zgjedhim edhe ata njerëz që normalisht janë afër nesh për të qëndruar në këtë udhëtim, që është një udhëtim sfide, por edhe një udhëtim shprese edhe fitoreje.